Ka jetu me besimtare gjithanej, konstatoj që ajo shprehja e thjeshtë e popullit Zotit i ka arritur Papa Francesco dhe ajo është përgjigjur për herë me vëmendje ndaj personit, janë disa filmime bile së fundi bile po shikoja një fëmijë i vogël djali i vogël që i afrohet duke qa, edhe Papa Francesco e afron e përqafon edhe Papa Francesco bashkëndan mandej me turmen shqetësimin e këtij fëmije, i cili duke ditur se ati vetë që kishte vdekur, ishte ateist, pyet një farë mënyre të kishte për zemër me pyet Papa Francesco nëse ky do të mund ta përqafonte Zotin. Dhe janë pyetje shumë thella që fëmijët bajnë, po vazhdimisht Papa e ka pas besoj këtë ngushëllim që populli thjesht i Zotit e ka ndjekur, e ka dashur, sepse janë shprehur në shumë mënyra dhe ai e ka lënë veten që të takohet për njerëzve. Nuk është se nuk ja ka dhënë këtë mundësi, bile përkundrazi e ka favorizuar që ato t'i afroheshin. Normalisht nuk do të kisha thënë njëjtën gjë, sepse çdo pap ka sfidat e veta, sipas kohës së cilës jeton. Këtij pape i ka takuar të përballet me shumë sfida, sikurse përmendi edhe Don Marku pak më herët. Por do të kisha dashur që mesazhi i Papa Francescos, që është kujdesi për më të fundit, që është mëshira, që është ecja së bashku, që është respekti për tjetrin, që është paqja, që fjalët e fundit Papa Francesco praktikisht janë për paqen, të ishin më të dëgjuara nga ato që kanë mundësi për vendimmarrje. Populli i Zotit, edhe jo vetëm populli i Zotit, por populli thjesht që e dëgjon, gjithmonë ka shprehur simpati për Papa Francescon, sepse është ndi në sintoni me të. Jo kështu kanë ndodhur për më të fuqishmit, që jo për faktin që ishin të gjithë aty të pranishëm, domethënë që vërtet ja kanë dëgjuar fjalën, sepse fjalët e tija kanë qenë vërtet bashkë me gjestet, vërtet shumë kamngulse për paqen. Shpresojmë që tani prej qiellit të jetë më i dëgjuar për sa i përket vendimeve.